Ngricat që pasojnë rreshjet e doborës dhe rrëshqitjet e gurve ose dherave pas shirave të dendur, po shkaktojnë bllokime dhe problematika të tjera në disa zona të vendit. Rinisja e rreshjeve të doborës dhe mjetet që lëvizin pa goma dimrore u bën shkak për bllokimin e lëvizjes në rrugën e Arbrit pranë tunelit të Murrizit. Ndërhyrja e mjeteve bor pastruese u pengua nga mjetet që nuk mund të lëviznin. Këto pamje tregojnë situatën e krijuar. Problematika të ngjashme dhe në rrugën e Llogaras në Vlorë, ku dobora u rikthye në orët e pasdites së të shtunës. Rreshjet të dendura dobore dhe në zonat malore të qarqeve Shkodër e Kukës. Në Vermosh dhe Qafthor, trashësia raportohet se ka arritur deri në 1.5 metra. Mjetet mund të lëvizin vetëm me zinxhir. Këto pamje ndërkohë vijnë nga Mokra në Pogradec, ku për të hapur rrugën e bllokuar nga dobora avion të përdoret ky traktor i prodhuar në vitin 1978 në uzinën e traktorëve në Shqipëri sipas modelit kinez. Dhe siç duket mjeti me zinxhir e bën punën më së miri. Rruga Kukës Qaflloç mbetet e bllokuar për shkak të rrëshqitjeve të dherave, ndërsa problematika të ngjashme ka dhe në aksin Qaftham Pogradec. Kalimi në disa segmente bëhet vetëm në një sens. Në Pogradec ashtu si dhe në zonat të tjera të Korçës, problematika ka dhe me energjinë elektrike, ndërsa këto pamje tregojnë kushtet në të cilat po punohet nga punonjësit e OSHE-s për riparimin e defekteve. Të paktën 5 familje janë evakuuar nga shtëpitë e tyre për shkak të kërcënimit nga rrëshqitjet e dherave. Në Elbasan pati bllokimin në rrugën e Gjinarit, një zonë turistike që këtë fundjavë shënoi fluks vizitorësh për të shfrytëzuar doborën. Rrëshqitje dherash e gurësh edhe në disa rrugë të fshatrave të Librazhdit, por të gjitha akset kombëtare në qark janë të hapura. Fshati Bashaj në Selenis mbetet i bllokuar për shkak të rrëshqitjeve masive të dherave në rrugën që vjen nga Matogjini, siç tregojnë këto pamje. Më në jug, rruga Kuç-Qeparo, po ashtu pati bllokime për shkak të rënies së një masivi shkëmbor. Në qarkun Gjirokastër po ashtu raportohen problematika në disa bashki kryesisht për shkak të rrëshqitjeve të dherave në zona të ndryshme, rënies së inerteve dhe bllokimit të akseve rrugore. Aksi nacional Gjirokastër-Tepelen, në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, vazhdon të jetë i kalueshëm me një sens dhe lëvizje automjeteve, menaxhohet nga efektivët e policisë. Forcat e ushtrisë mbeten të aktivizuara në disa zona të vendit, krahas atyre të emergjencave civile dhe bashkive në operacione për menaxhimin e situatave.